Student, profesor, zyrtar dhe qytetar të shumt u mblodhën në vendin ku dikur ishte ish kazerma i Linden, por tani po bëhet tempulli i dijes dhe shkencës. U hodhën themelet e kampusit të Universitetit Nën Tereza në Shkup. Me këtë, Universiteti Nën Tereza e fiton shtëpinë e vetë të përhershme dhe ne sot hapim gur themelin e një tempulli të ri të dijes dhe humanizmit në zemër të Shkupit. Universiteti jonë mban me krenari emrin e shenjtores Nën Terezë. Gurthemeli i kampusit, sipas kryeministrit, është shumë më shumë se një projekt ndërtimor, është vendosje e themelit të së ardhmes. Danes ne započnуваме само izgradba na objekti, danes započnуваме izgradba na idnina. I zato sam uveren дека овој кампус ќе стане место каде што ќе се создаваат идни професори, лидери и визионери, нови научници. Jam I bindur se për një kohë relativisht të shkurtër ne do të vim përsëri këtu që t'i përurojmë fakultetet e reja me amfiteatro bashkëkohore, me laborator shkencor, me bibliotekë universitare dhe me hapësira të përshtatshme për jetën studentore. Me një vlerë prej 42 milion eurosh, ky projekt është investimi më I madh në arsimin shqip në Maqeninë e Veriut dhe nga investimet më të mëdha në rajon. Sipërfaqja totale ku shtrihet kampusi është 31.000 metra katror. Pritet që punët të përfundojnë për 5 vjet. Odnosno во 2030 година на ова место да имаме модерен универзитетски кампус во кој нема да биде прашање дали е возможно исполнување на одредбите од новата законска регулатива за високо образование и наука што е предмет на поширока јавна дебата во моментов. Zëvendës Ministria e Transportit, njëherët edhe profesoresh në këtë universitet, rikujtoi vështirësitë në për të cilat kanë kaluar që nga themelimi I universitetit. Universiteti filloi me hapësira të improvizuara dhe kushte të vështira. Më pas, vazhdoi në objekte të rikonstruara në kazermë, një zgjidhje që e mbajti gjallë funksionimin e tij, por kur nuk mund të përmbushte vizionin për një universitet modern dhe të denjë për studentët tanë. Kampusi do të përbëhet nga objekte bashkëkohore akademike, amfiteatro, hapësira për student, salla sportive, pishina dhe infrastrukturë moderne që siguron kushtet e nevojshme për mësim, kërkim shkencor, zhvillim akademik dhe avancimin profesional të studentëve dhe stafit mësimor shkencor.